Milioneri u kthye në shtëpi papritur dhe ngriu në vend duke parë se çfarë po i bënte shërbetorja djalit të tij. Të dashur shikues, para se të vazhdojmë, ju lutemi, shkruani në komente se nga po na shihni. Ne jemi vërtet të interesuar të dimë se nga cili qytet jeni. Dyshemet e mermerit të shtëpisë së vjetër kumbuan nën hapat e Artëmit, ndërsa e hyri në shtëpi më herët se zakonisht. A ishte 38 vjeç, një sipërmarrës i suksesshëm, i veshur në mënyrë elegante me një kostum të lehtë dhe një kravatë ngjyrë qielli. Takimet e tija në Shën Petersburg kishin mbaruar më herët nga sa priste, dhe në vend që të kthehej në Moskë për fundjavë, ai vendosi të kthehej papritur në shtëpi. Për herë të parë pas një kohe të gjatë ai ndjeu dëshirë për diçka të vërtetë. Thjesht të kalonte ditën me djalin e tij. Ai nuk informoi askënd paraprakisht. I pëlqente kur shtëpia jetonte jetën e vet. Pa shpina, drejtuara raporte dhe buzëqeshje të detyruara. Ai donte të hidhte një sy në kuzhinë, të merrte një kafe, të puthte djalin e tij dhe të surprizonte stafin. Por ajo që pa sa po kaloi pragun e bërë të ndalonte. Pranë lavamarit qëndronte një shërbetore e re, një vajzë e quajtur Liza. Ajo ishte pak më shumë se 20 vjeçe. Kishte veshur një uniformë me mëngë të përveshura, flokët I kishte mbledhur në një topuz jo shumë të rregullt, por të Zotit. Në lavaman, në një vask të madhe për fëmijë, ishte djali I tij 8 muajsh, Matvej. Zemra e Artëmit I pushoi. Ai ngriu. Bebi po qeshte butësisht ndërsa Liza hidhte ujë të ngrohtë në bark, duke I mbajtur kokën me njërin dorë. Lëvizjet e vajzës ishin të kujdesshme dhe të sigurta. Ajo po kontrollonte temperaturën e ujit duke prekur rrymën me boryl, duke I kënduar diçka mesi të ndëgjueshme. Ishte kjo ninull që I këndonte gruaja e Artëmit para se ajo të ndahej nga jeta. Ai nuk e kishte ndëgjuar zërin e saj për një kohë të gjatë, por tani ai ishte këtu, në këngën e saj. Djali I tij ishte I lumtur, I qetë, po buzëqeshte, dhe shërbetorja po e mbante sikur të ishte I saj. E megjithatë, brenda Artëmit po shpërthente zemrimi. Ky ishte fëmia I tij. Askush nuk duhej ta prekte pa leje, sidomos në mungesë të dados së zakonshme, Tamarës. Por sot Tamara ishte larguar. Por a ishte kjo një justifikim? Ai bëri një hap përpara, papritur dhe me zë të lartë. Çfarë po bën? Zëri I tij u thye, duke tingulluar ashpër. Liza u tremb dhe u kthye ngadalë. Fytyra e saj u zbe. Më falni, mund ta shpjegoj. Ku është Tamara? Pyeti ai me ashpërsi. Ajo kishte një leje 2 ditore të planifikuar. Nuk e dija që do të ktheheshit më herët. Edhe nëse po, e ndërpreu ai. Pse po e lani djalin tim? Ti je shërbetore, ti duhet të pastrosh dyshemet, jo një fëmijë. Liza shikoi poshtë dhe tha. Ai kishte temperaturë. Filloi të bëj I bezdisshëm, duke qarë pothuajse pa ndërprerje. Nuk gjeta termometër dhe u friksova. E ndjeva të nxehtë në prekje. Mu kujtua që uji I ngrohtë ndihmon në rast ftohjeje. Thjesht doja t'ja lehtësoja gjendjen. Betohem. Do t'ju informoja. Artëmi shtrëngoi dhëmbët. Ai e zhvendosi vështrimin te Matvej, bebi I mbështjell në një peshqir, po gërinte qetësisht I shtrënguar pas shpatullës së Lizës. Ai ishte I qetë, por ankthi nuk po e linte. Unë punsoj specialistët më të mirë. Unë paguaj që djalit tim t'i kujdeset profesionisti. Zëri I tij u bë më I qetë, por u bë edhe më I ashpër. Ti je një shërbetore. Ti nuk ke të drejtë ta prekësh atë. Kur? Lotët I vezulluan në sytë e Lizës. Ajo nuk kundërshtoi. Më falni, nuk kisha ndërmend të kaloja kufit, por nuk mund të rria thjesht pa bërë asgjë. Ai po digjej nga ethet. Artëmi mbeti I heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj tha qetësisht. Vëre në krevat fëmijësh dhe mbriti gjërat e tua. Ajo u zbe. Ju po më pushoni nga puna. Unë nuk e përsëris. Vërtet. Lisa tunti kokën ngadalë.
Ajo i puthi ballin Madvejt, sikur po i thoshte lam të mirë dhe u largua nga dhoma, duke u dritur nga tensioni. Artemi mbeti vetëm duke qëndruar pranë banakut, duke mbështetur duart e tij. Kaosi po i ulurinte në kokë. Ai duhej të ndjehej në kontroll të situatës, por e vetmja gjë që ndjente ishte zbrazëtia. Qetësia në shtëpi ishte shtypëse. Ai nxori telefonin, hapi monitorin e videos. Madvej ishte në gjumë. Fytyra e tij paksa e skuqur, po shprehja e tij ishte e qetë. Pa prit mas, fjalët e Lizës i kumbuan në kokë. Ai po digjej, nuk mund të rija thjesht pa bërë asgjë dhe ta shikoja. Lart Liza, duke mbledhur në heshtje gjërat e saja, vendosi me kujdes një fotografi të vjetër, pak të dëmtuar në çantën e saj. Një djalë në karrocë me rrota me një buzëqeshje të gjerë. Ishte vëllai i saj më i vogël, Sasha. Ai kishte vdekur 3 vjet më parë. Ai kishte një formë të rëndë të epilepsisë. Liza ishte kujdesur për të që kur ishte adoleshente, duke lërë shkollën mjekësore pasi prindërit e tyre vdiqën. Por kujt në këtë shtëpi intereson se çfarë ka kaluar shërbetorja? Pa prit mas dëgjohet një trokitje në derë. Te dera qëndronte shërbetori kryesor, Viktor. Artem Igorević më kërkoi t'ju përcjell. Rekomandimet dhe pagesa juaj do t'ju dërgohet deri në mbrëmje. Ai kërkon që të largoheni nga shtëpia para perëndimit të diellit. Liza thjesht tundi kokën, por pa prit mas filloi një e qarë. Jo vetëm një vaj, por një e qarë alarmante. Liza ngriu, ishte pikrisht ajo e qarë që ajo e kishte dëgjuar natën kur Sasha kishte një krizë. Ajo nuk kishte të drejtë, por këmbët e saj e quan përpara. Duke hyrë me shpejtësi në dhomën e fëmijëve, ajo pa Madvejn duke u rrotulluar pa qetësi, duke djersitur në ballë dhe duke marrë frymë shpejt. Liza u lëshua drejt krevatit, shtypi pëllëmbën në ballin e tij. Jo, ethet janë kthyer. Largo nga ai, zëri Artemit u ndëgjua pas saj, por Liza nuk lëvizi, temperatura e tij po rritet. Ai ishte i dehidruar, mund të ketë një infeksion. Nëse nuk e ulim tani, mund të fillojë një krizë. Artem ju afrua, si e diti këtë? Liza më në fund u kthye, sytë e saj ishin të skuqur nga lotët. Kam studiuar në një kolegj mjekësor, por e lash kur vëllai im kishte nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Ai vdiq, që atëherë u betova, nëse mund të shpëtoj qoftë edhe një fëmijë, do ta bëj. Unë tashmë thira doktorin, tha vajza, por ne nuk mund të presim. Artemi e shikoi djalin e tij. Fytyra e bebit ishte e kuqe, ai po merrte frymë me vështirësi. Nuk tha asgjë, thjesht ia dorëzoi Madvejn asaj. Liza njomi shpejt një copë, e vendosi në qafë dhe në sqetullat e bebit. E pozicionoi atë për të ndihmuar që frymëmarrja e tij të bëhej më e qëndrueshme dhe filloi të jepte një zgjidhje të veçantë pik pas pike. Lëvizjet e saj ishin të sakta dhe të kujdesshme. Gradualisht i vogli filloi të qetësohej. Kur doktori arriti, ai thjesht konfirmoi, nëse nuk do të ishte për veprimet e Lizës, fëmia mund të kishte filluar të kishte kriza febrile. Më vonë në mbrëmje Artemi hyri përsëri në dhomën e fëmijëve. Liza u ngrit, gati për të larguar, por ai tha, mos u largo. Ai u befasua, më falni? Ju gjikova pa e ditur, ishe e friksuar, edhe ju shpëtua djalin tim. Tamara do të dalë në pension së shpejti, unë kam nevojë për dikë që mund t'i besoj, dhe shoh që ju jeni ai person. Nëse pranoni, dua që të bëheni dadoja e përhershme e Madvejt. Gjithashtu, unë do të paguaj për arsimin tuaj. Mbaroni studimet tuaja mjekësore. Ju duhet të jeni rreth fëmijëve. Liza mbylli syt duke përpjekur të mbante lotët. Nuk di as çfarë të them. Atëherë thjesht thuaj që do të qëndrosh, u përgjigj ai, butësisht. Ajo tundi kokën. Që nga ajo ditë gjithçka ndryshoi. Liza u bë jo thjesht një punonjëse, ajo u bë pjesë e familjes. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi, ndajeni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutemi bëni një pëlqim dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.